Sa vota prodhojnë shqiptarët në Republikën Greke? Ministria e Brendshme e Greqisë para 3 viteve për arsye të interesit tim për çështjet e aviacionit, pra kam kërkuar nga Ministria e Brendshme e Greqisë të dhëna sa janë shqiptarët në Greqi. E ke kërkuar ti, jo se ka bërë publike? Jo, e kam bërë dhe ata e kishin një studim. Jo, po them, sa vota, sa janë regjistruar, si votuese pra, po ta them, ata i ndanin dhe nga mosha 18 vjeç e lartë, nga mosha 18 vjeç e lartë me drejt vote, shqiptar me drejt vote në Greqi, sipas Ministrisë së Brendshme të Greqisë ekzistonin 520.000. Në Greqi. Në Greqi, shqiptar. Tani duhet kuptuar nga këta 520.000, sa nga këta shqiptar kanë hequr dorë nga shtetësia shqiptare dhe janë votues për Shqipërinë? Asnjëri s'ka hequr dorë nga shtetësia shqiptare. Pse, po të mos jesh... Nuk ka hequr dorë se Greqia e lejon dy shtetësi. Jo, Greqia lejon 2 shtetësi, nuk heqin dorë. Dakor, po ti ke shumë shqiptar që për shkak të ndrimit të emrave që kanë bërë dhe për shkak të problemeve të dokumentacionit gjatë viteve 90 kanë hequr dorë nga shtetësia shqiptare. Se janë deklaruar edhe minoritar, sa prej këtyre? Se të shi historia... Po sa do tjetë, nuk mund tjetë numrin 100.000, 200.000 pra, ja dhe 20.000, 30.000 pra, nuk është ndikon. Jam dhe votu nuk ndikon. Ky është numri maksimal. Numri real që flasim sot me të drejtën e votës, të paktën sipas KQZ-s, është diku janë 225.000 ato paka shumë që janë regjistruar në KQZ. Në gjithë botën. Me të gjithë botën. Të regjistruar. 225.000. Të regjistruar. Të regjistruar. Amerike, kudo. Të regjistruar. Po të kenë drejt vote, po janë regjistruar vetë. Po pra gjithsej, që do të thotë që ato 520.000... Po ata tjerat mund, ata që janë regjistruar mund votojnë në Shqipëri. Vinë me autobus. Jo, këta që janë regjistruar, po flasin për votën e diasporës, do votojnë atje. Në total janë 250.000 paka shumë. Nga këto ka dhe ato që kanë dalë votat të pavlefshme për shkak të rezidencës dyfisht. Numër efektiv duhet jetë diku ke 150.000. Pra 100.000 vota. Nuk shkon më shumë.